Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 1 deri në datën 7 qershor. Ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, edhe pse disa shenja akoma nuk janë postuar, por dhe video me temën e hënës së plot, sepse është shumë e rëndësishme dhe ka ndikimet e veta gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjia e shenjës së peshqve, por edhe energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Atëherë, në fillim të javës, shoh që ju sikur nuk dëshironi të investoni më në njohjet, në lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja. Shoh që nuk do ta ndjeni më veten të sakrifikuar, do ndjeni më emocional gjatë kësaj jave. Ju ndoshta dëshironi të jepni emocionet tuaja ose jeni të pavarur në lidhje me emocionet tuaja. Ndërsa në fund të javës ju shoh që ju çliroheni nga goditje të ndryshme që mund të keni marrë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi është një çlirim, është fundi i këtyre mbyllje ose përfundim të situatave që ju kanë stresuar, ju kanë tensionuar për një kohë të gjatë. Ndërsa në lidhje me punën ose me disa para, unë ju shoh tani gjatë kësaj periudhe që ju nuk e di, por keni ngecur pak në lidhje me investimet tuaja, ose ju do jeni në një situatë ku dëshironi të nënshkruani kontrata ose të jepni zgjidhje anës tuaj ekonomike, punës tuaj, dhe shoh që aty do ndiheni gati në lidhje me këtë gjë. Për të bërë një kontratë pune, për të pasur nënshkrime të ndryshme ose zgjidhje të ndryshme që mund të jepni te vendi punës nga ana ekonomike, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi ju shoh që do t'i bëni gjërat, do ndiheni më mirë në bërjen e gjërave, ju do ndiheni të ndërgjegjshëm ose të përgjegjshëm në lidhje me lidhjen e kontratave, ose të vetëdijshëm më saktë. Gjithsesi në fund të javës ju shoh të çliruar nga çfarëdo lloj situate. Mund të jenë disa situata që mund t'ju kenë krijuar dhe ngërç në fakt që në fillim të javës, sepse shoh që ju dëshironi të nënshkruani një kontratë, aty sikur ndoshta nuk jeni gati akoma, ose mund të hasin dhe pengesa në lidhje me një kontratë, me një marrëveshje, me një mirëkuptim, por gjithsesi nuk do ta merrni shumë, ju shoh që do ta merrni më lehtë këtë gjë. Dhe në fund të javës shoh një çlirim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Këtu flasim lidhje me çështje dhe situata si në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, me dokumenta, një pjesë prej jush, në lidhje me studimet tuaja. Është një javë e mirë në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjitë që na vijnë, kemi energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së akrepit, kemi energjitë të shenjave të ajrit përsëri. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja,
por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh shumë të ftohtë në lidhje me emocionet, në lidhje me një dashuri, në lidhje me domeni vendime të rëndësishme, por do përdorni shumë fort pjesën e mençurisë në marrjen e vendimeve. Dhe shoh që në mes të javës, dhe këtu flasim, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, një pjesë prej jush mund të ketë lidhje me familjen, me dokumenta, me studime të ndryshme, por dhe me anën ekonomike. Ju shoh që keni marrë eksperienca nga çështjet dhe situata që keni kaluar, dhe në mesin e javës unë shoh që ju sikur nuk dëshironi të mbyllni diçka. Ndoshta përdorni logjikën në lidhje me dashurinë, por nuk po mbyllni akoma diçka që ka lidhje me të kaluarën tuaj. Do të thënë, mund të vazhdoj kjo situatë edhe në mes të javës. Dhe në fund të javës ju shoh që do jeni shumë sekret në lidhje me një dashuri. Ndoshta ju nuk mbyllni dot një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie. Për pjesën tjetër, shoh që mund të kenë lidhje me institucione shtetërore, mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, me çështje ligjore, ose edhe në lidhje me dokumenta, mund të jenë patenta, ligj qëndrimi, mund të jenë nga më të ndryshme. Mund të jenë institucione shtetërore, por mund të jenë institucione private. Gjithsesi ju shoh në vendime bazuar në logjikë më tepër. Por nuk në mes të javës nuk do harrini të mbyllni këto. Dhe në fund të javës shoh që ju do filloni të përdorni një strategji. Në një rast, kjo mund të ketë lidhje me çështje që mund të kenë lidhje me dashurinë, me familjen, me vështirësi ekonomike, ndoshta ju i mbani dhe pak të fsheta këto situata. Por shoh që gjithsesi do përdorni një strategji deri në fund të javës në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje edhe me dokumentat, shumë me studimet. Ndoshta ju do përdorni një strategji sepse ju shoh që merrni vendime, por nuk do t'i mbyllni akoma çështjet dhe situatat që keni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, dhe gëzuar ditëlindjen gjithë ata që e kanë, por dhe një muaj sa më të mbarë. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Ju keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë dhe energjitë shenjave të ujit. Tani mund të keni dhe të bëni me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh do ndjeni të kënaqur, do ndjeni mirë me veten tuaj në lidhje me një dashuri ose me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër do ndjeni mirë në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Shoh që do merrni rezultate në lidhje me punën ose do merrni disa para, do ndjeni të kënaqur. Dhe në mesin e javës ju shoh ose në lidhje me familjen, me shtëpinë, ju keni investuar shumë aty dhe merrni rezultatet e punës tuaj në fillim të javës. Por në mesin e javës duhet keni kujdes sepse ju shoh që futeni në mendime negative në lidhje me një person. Ju mendoni që ky person nuk ka emocione ose ju mos keni emocione në lidhje me një person, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju mund të ndiheni të bllokuar. Mund të ndjeni të bllokuar, por rruga është e hapur faktikisht, janë thjesht mendimet tuaja që ju bllokojnë në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen. Një pjesë tjetër ka lidhje me dokumentat ose me studimet të ndryshme që ju keni. Gjithsesi në fund të javës shoh që do jeni akoma pak në tension. Nuk është se mund të jeni pak të acaruar, ju duket gjërat sikur nuk po ecin, por rruga është e hapur. Thjesht duhet të dilni nga një bllokim që mund të jetë bllokim mental që ju e keni krijuar në kokën tuaj. Kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me udhëtime të ndryshme që ju mund të keni. Ose po shoh që do keni pak nervozizëm gjatë kësaj jave dhe thjesht kjo është diçka që ju e krijoni vetë këtë lloj nervozizmi sepse jeni të bllokuar në mendimet tuaja. Thjesht dilni nga mendimet, rrugën e keni të hapur, duhet të çliroheni sepse ju shoh dhe nga ana emocionale që do ndiheni pak të bllokuar emocionalisht. Është një javë që fillimi i javës është shumë i mirë, por shoh që mesi i javës dhe fundi i javës thjesht është në kokën tuaj.
dhe këtë mund ta merr në çfarëdo lloj situate. Kjo mund të ketë vlerë dhe nga ana ekonomike, edhe pse fillimi i javës është shumë i mirë ekonomikisht, ose në lidhje me punën, me një punë, me një projekt, me një bashkëpunim, me karrierën tuaj, por dhe në lidhje me çfarëdo lloj çështje dhe situate që mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë, por edhe një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës. Kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit dhe me energji të shenjave të zjarit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, shoh që në fillim të javës, ju shoh që do ndiheni të pakënaqur në lidhje me një dashuri, në lidhje me çështje dhe situata ekonomike që mund të keni. Në rastin tjetër mund të keni pakënaqësi në lidhje me punën tuaj. Ose në lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë të bëjnë me fëmijët, me familjen tuaj, por edhe me çështje të ndryshme që mund të keni gjatë fillimit të javës. Gjithsesi, është një fillim jave që ju nuk dëshironi të hyni dhe në bashkëpunime në lidhje te vendi punës, në lidhje me projektet, me gjithë shka tjetër që mund të ketë lidhje me punën ose edhe nga ana ekonomike. Por, në mesin e javës, ju shoh që keni marrë eksperienca dhe ju do filloni të përdorni pjesën e logjikës në lidhje me këto çështje, për të marrë vendime të rëndësishme, por dhe për t'i dhënë zgjidhje situatave, por gjithmonë bazuar në logjikën tuaj. Ju mund të keni pas eksperienca në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe ka ardhur momenti që ju shoh që do t'rregojeni pak të ftohtë, jeni në një situatë ku jeni duke menduar me logjik në lidhje me këto pakënaqësi që mund të keni ose me gjëra që nuk zhvillohen ashtu si doni ju. Por dhe kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por do përdorni mençurinë në lidhje me këtë gjë, por ka lidhje me familjen shumë, në lidhje me një shtëpi, me një zhvendosje për një pjesë tjetër, nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, me një investim që dëshironi të bëni, me dokumenta ose studimet tuaja, por nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me punën. Disa prej jush mund të keni të bëni me institucionet shtetërore, mund të jenë institucione private, shtetërore, por me pjesën e dokumentave për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër mund të keni çështje me ligjore të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, në fund të javës ju shoh që ju harrini të stabilizoni situatat. Do keni një takim me një person, por është një person që ju do përdorni logjikën, ndoshta ju nuk keni dashur ta shihni këtë person, por unë shoh që në fund të javës ju do harrini të keni një takim, do ta festoni dhe do ndiheni më të sigurt në lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që keni festime, mund të keni me fëmijët tuaj, në familje, në shtëpinë tuaj, ju harrini të stabilizoni çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me punën, me projekte, me bashkëpunime, me anën ekonomike, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ta festoni. Ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me çështje dhe situata ligjore, me dokumentat, por dhe me studimet tuaja. Ose me një zhvendosje që do bëni në një shtëpi tjetër, mund të keni dhe udhëtime dhe shkoni diku. Gjithsesi, harrini të stabilizoni gjithçka në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Atëherë, kemi të bëjmë me energjinë e karrocës, energjia e gafores, energjitë shenjave të ajrit dhe përsërit të ajrit. Ju shoh në fillim të javës, do jeni shumë emocional, dëshironi të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve, emocioneve tuaja, familjes tuaj,
fëmijëve, por ka lidhje edhe me anën ekonomike, me parat tuaja, ose në rastin tjetër me pasionet që ju mund të keni gjatë kësaj periudhe në lidhje me një njohje të re, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju do të jepni një drejtim më të mirë gjithçkaje. Kështu që unë ju shoh, mund të jeni edhe në udhëtime, këto udhëtime do t'ju bëjnë shumë emocional, mund të njihni një person aty, por në mesin e javës ju shoh që keni marrë eksperjenca, por nuk dëshironi që të përdorni logjikën, ju dëshironi të jeni emocional në një njohje ose lidhje, dhe jeni duke menduar për të bërë një fillim të ri. Është një fillim i ri që ju e keni kapur ose do ta kapni në fund të javës, dhe është diçka që do eci mirë, domethënë një njohje që mund të futeni dhe kjo njohje që do hyni do eci mirë. Është diçka që mund të keni dhe diskutime me këtë person për të bërë këtë fillim të ri. Ndërsa me pjesën tjetër, ju shoh që ju do çliroheni nga disa situata që kanë të bëjnë në lidhje me institucionet shtetërore, në lidhje me dokumenta të ndryshme, me ligjin, me shtetin, varet çfarë situata keni, ose në lidhje me studimet, me shëndetin tuaj, dhe unë shoh që është një fillim i ri, i menduar mirë. Dhe aty mund të keni përsëri diskutime dhe në lidhje me këto çështje gjatë fundit të javës, por këto kanë lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni dhe do keni shumë diskutime në lidhje me këtë. Ose ju do jeni duke menduar mirë një fillim të ri që do bëni. Dhe tham, kjo mund të ketë lidhje me dashurinë, me çështje që kanë lidhje me familjen, me fëmijët, me paran, me pronat, në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet tuaja, por dhe me shëndetin tuaj. Gjithsesi është një javë fantastike edhe për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë, por edhe një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Atëherë kemi energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ujit, por kemi dhe energji të shenjave të zjarit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Atëherë në fillim të javës, ju shoh të ngecur në mendimet tuaja në lidhje me një dashuri. Ju mendoni që kjo njohje, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja nuk ecin. Në rastin tjetër mund të ngeceni në mendimet tuaja në lidhje me punën, me anën shëndetësore, me dokumenta të ndryshme, ose edhe në lidhje me studimet tuaja. Gjithsesi, janë thjesht mendimet tuaja, është bllokim mental, mendoni ju negativisht, por unë rrugën e shoh të hapur në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Në mesin e javës ju shoh që sikur ju jeni duke ëndrroni rreth një dashurie, rreth një personi, do keni shumë oferta gjatë mesit të javës në lidhje me dashurinë, por ju do jeni të fokusuar përsëri te një person që vërtet jeni duke ëndrruar dhe keni krijuar iluzione në lidhje me këtë person. Dhe në fund të javës ju shoh që ju do të jepni fund diçkaje, mbyllni diçka që ju ka lodhur për një kohë të gjatë, çliroheni për të bërë fillime të reja. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me oferta të ndryshme që do t'ju vinë te vendi punës dhe ju do jeni duke ëndrruar dhe do dëshironi që të zgjidhni një nga këto oferta, por unë ju shoh përsëri që jeni të fokusuar vetëm te një ofertë që ndoshta do t'ju tërheqi më shumë se ofertat e tjera. Kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet tuaja për gjithë ata që janë në këto faza, por dhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Por fundi i javës ju gjen, nuk e di, por ju shoh të lodhur për një kohë të gjatë. Mund të jeni shumë të lodhur në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por jo domosdoshmërisht mund të jeni të lodhur me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me familjen, me shtëpinë, me punën tuaj. Ju mund të keni punuar shumë fort, ose keni bërë disa punë njëkohësisht, ose mund të bëni gjatë fundit të javës dhe kjo gjë ju lodh, por gjithsesi do të jepni fund situatave. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me anën ekonomike.
ku ju diçka ju ka lodhur. Ndoshta ju keni qenë të pakënaqur në lidhje me pagesën ose diçka tjetër, por shoh që do keni oferta gjatë mesit të javës dhe do të jepni fund një lodhje që ka zgjatur në një vend pune ose në lidhje me çështje dhe situatat e vendit punës. Mund të keni mbylljen e një projekti, mbylljen e një bashkëpunimi, por kjo do ndodhi për të bërë një fillim të ri, një punë të re ose diçka tjetër. Për një pjesë tjetër mund të keni mbajtur shumë peshë në familjen tuaj dhe ka ardhur momenti që ju të çliroheni nga çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni mbajtur në shpinën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.